Edhe avokati shqiptar Spartak Ngjela ka reaguar pas raportimeve se për shkaqe shëndetësore presidenti serb Aleksandar Vučić ndërpreu vizitën e tij në SBA. Ai tha se Trump nuk e priti Vučićin, prandaj ky i fundit u kthye në Serbi, derisa këtë e cilësoi si sinjal pozitiv për Kosovën. Trump nuk e priti Aleksandar Vučić, edhe pse ky gjithë shpresë kishte shkuar në SBA për të takuar Donald Trump, që këtë ta kishte si një kartë prestigji para se të takonte presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Por Trump nuk e priti. Asgjë nuk mund të bëjë dot tani Serbia kundër Kosovës, madje kriza serbe do të thellohet edhe më shumë, shkroi ndër të tjera Ngjela përcjell Bota Sot. Në vijim shkrimi i tij i plot. Kosova sot është në rritje të personalitetit të saj. Trump nuk e priti Aleksandar Vučić, edhe pse ky gjithë shpresë kishte shkuar në SBA për të takuar Donald Trump, që ta kishte si një kartë prestigji para se të takonte presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Trump nuk e priti. Asgjë nuk mund të bëjë dot Serbia kundër Kosovës, madje kriza serbe do të thellohet edhe më shumë. Janë të shumtë ekspertët që thonë se tani kuptohet qartë që bota shqiptare në Ballkan është në rritje dhe forcim të shpejtë. Po kuptohet gjithashtu se skema e perëndimit është armatosja moderne e Kosovës, kurse ende nuk po del në pahun e kohës ndërhyrja amerikane për krijimin e një marrëveshje të plotë ekonomike midis Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo po pritet ka 2 vjet, por nuk dihet ende se ku është pengesa në Tiranë apo në Prishtinë. Të shohim, por nëse pengesa është Rama, ky nuk do të mund të kalojë dot lehtë këtë shmangje të Shqipërisë nga politika amerikane për forcimin e botës shqiptare në gatishullim ballkanik, përfundon shkrimi në rrjetet sociale i Ngjelës.